Te pjesa e të rahurës, pati një sken të këtillë që ti ke qenë në fakt ke qenë një reagues i ashpër atë natë kundërdrejt faktit të Josit, ndoshta ti si Benart ke pa diçka më shumë brenda asaj shtëpie që ne nuk kemi patur fatin ta shikojmë. Ka patur momente të shprehura edhe më herët brenda në shtëpi nga banorë të caktuar për situata të këtilla, apo ishte diçka që ndodhi vetëm atë natë dhe ju si banor nuk i keni ndjerë, le t'i quajmë këto kërcënime brenda asaj shtëpie? Jo, këto kërcënime nuk janë ndjerë, sepse në moment e debati e sipër, duhet të pranojmë diçka që njeriu ç'a nuk thot. Njeriu ç'a nuk thot, nuk do të thot që do ta bësh atë gjë, por i rikthehem vargjeve qesharake, që të bëj një parantezë në lidhje me përplasjen e Rozanës dhe Netës. Duhet të theksojmë diçka që në momente frustrimi, njeriu çfarë nuk thot, po ato janë shprehje figurative. Janë shprehje figurative dhe nuk do të thotë që ta bësh këtë gjë. Nëse ti ke shprehur dëshirën apo ke thënë që nëse gjërat nuk ndodhen ashtu siç i dua unë, ose nga që ti më ofendove, ose po më mërzit, unë do të vras, unë do të bëj këtë, do të bëj atë, nuk do t'i marrim shumë për bazë. Okej, mbase kjo shpjegon më shumë për atë qetësinë edhe mentalitetin që unë kam se sa realitetin, por në shtëpinë e vllait madh kjo gjë nuk ka qenë asnjëherë diçka për t'u shqetësuar, ose për t'u ndjerë i kërcënuar se dhuna është e përfshirë, ka qenë thjesht diçka që nëse është përmendur nga nxehtësia e sipër që një debat ose dy banor ose më shumë mund të kenë pasur me njëri tjetrin. Kështu që unë flas për Bernardin, që nuk është se jam ndjerë i kërcënuar nga dhuna fizike, por është diçka që është thënë disa herë nga banorët në diskutimet nxehta e sipër.